Kështu që jo janar, jo shkurt. Në 2029 do llafosemi prapë. Kjo është përgjigja direkte e kryeministrit Edi Rama ndaj opozitës së drejtuar nga Sali Berisha, që i kërkon ndërheqje dhe ka paralajmëruar protesta me nisjen e vitit të ri deri në ngritjen e një qeverie teknike për të çuar vendin në zgjedhje. U dërgoi një mesazh të qartë. Duan të hynë nga dera hapur e tyre në tryez, bujrum gjithmonë. Por ne peng nuk na merr dot, askush jo ata. Dhe ne punën që do bëjmë, do ta bëjmë me ata ose pa ata. Struktura e posaçme antikorrupsioni ishte kryetema e vitit me arrestimet dhe hetimet e bujshme, çka kryeministri cilëson një punë për të cilën është ngritur, e jo opozita reale e qeverisë. Spaku është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisëse, i mbështetur nga kjo forcë qeverisëse, i garantuar nga kjo forcë qeverisëse në sensin që të tjerë janë betuar dhe stërbetuar që do ta shkrinin. Ndërsa bëri bilancin e punës vjetore, kreu i qeverisë publikoi të dhënat të Këshillit të Evropës, duke i cilësuar skandaloze mbi shifrat e paraburgimit. Jemi vendi më skandalos i Këshillit të Evropës për nivelin e dënimeve. Jemi vetëm me Rusinë mbrapa, por Rusia u përjashtua nga Këshilli i Evropës. Në këtë situatë paralajmëroi ndërhyrje, por garantoi se majoranca nuk do të prek thelbin e reformës në drejtësi. Ligjet e reformës në drejtësi janë aty, reforma në drejtësi është aty, por që drejtësia në Shqipëri ka probleme të mëdha, kjo nuk diskutohet. Për paraburgimin njëherë, sigurisht që ka nevojë për ndërhyrje. Referuar punës së drejtësisë dhe akuzave ndaj Akshit, Rama vlerësoi këtë të fundit për çka tha se ka ndikuar në përshpejtimin e rrugës europiane. Jemi vendi që një nga arsyet pse po ecim aq shpejt me Bashkimin Evropian është Akshi, sepse kemi ndërtuar me diellën, me inteligjencën artificiale, një sistem transferimit legjislacionit evropian në legjislacionin shqiptar me përkthim, me adoptim me të gjitha. Krahas rrugës europiane me rëndësi mbetet bashkëpunimi me Kosovën. Ato t'i kthehet Rama traditës së takimeve të përbashkëta të dy qeverive. Nuk e di, do flasim, do vendosim, patjetër që mirë do ishte ta kishim një mbledhje mes dy qeverive. Rritja ekonomike, performanca e turizmit, e qeshia mbi tort, hapja të gjithë kapitujve negociues me Bashkimin Evropian janë faktorët që e bëjnë 2025-ën për kryeministrin vitin historik, teksa uroi fesën e ndërimit të viteve, ironizoi protestat poshtë zyrës së tij. Kështu që është puna tyre. Duan të rinë në çadër për vitin e ri, të rinë në çadër për vitin e ri. Do të jetë një vit i ri historik, sepse do të jenë 2-3 ditë pa tenxhere edhe vitin e ardhshëm. Ne punën tonë, ju punën tuaj, shiu punën e vet.